Unë kam thënë para zgjedhjeve që Lëvizja Bashkë ka të sigurt vetëm votën time. Ne nuk kemi parti që hymë zgjedhje duke pas në thes patate, si që bëjnë partitë e vjetra që i ka ndërtuar marrëdhëniet me një pjesë elektorale në mënyrë të jetë klienteliste madje feudale. Në këtë kuptim, unë mendoj që rezultati ynë është një rezultat i mirë, sigurisht nuk është rezultat shumë i mirë, ama është rezultat i mirë, sepse nga një parti jo parlamentare jemi shndruar në parti parlamentare. Edhe për çdo kënd që e studion politikën ose merret me politikë, ky është një hap cilësor. Por nuk është vetëm hap sasior, por është mbi të gjitha hap cilësor. Kalimi nga një parti jashtëparlamentare në një parti parlamentare. Sigurisht fushata që kemi bërë ka qenë e jashtëzakonshme në kuptimin e përkushtimit, e stërmundimit fizik, e minimumit të mjeteve financiare dhe infrastrukturore për të bërë fushat, e prapse prap ja kemi arritur. Ja kemi arritur të frymëzojmë rreth 25.000 qytetar shqiptar, jo vetëm Shqipëri, po edhe në diasporë, dhe kësaj të kemi, siç u thash, një përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë.